është protesta e fundit e Tiranës, një protest thjesht për pakënaqësinë e viteve të fundit, apo bëhet fjalë për një protest që po tenton të përmbys në një farë mënyrë rendim politik të vendosur mbas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri në vitin 1990. Është dita 11 e protestës, kur qytetarët, dhe duhet të them diçka, është një protest qytetare në radhë parë dhe është një protest e klasës së mesme. Gjëja më e dukshme dhe më evidente është pikërisht kjo, pra të qenit prezent qytetarët dhe klasa e mesme. Problemi kryesor dhe pikpyetja kryesore është kush është shkaku kryesor i protestës. Duket se përtej protestës parë, cila erdhi për arsye të kontestimit të një projekti në Zvërnec, ditët e fundit protesta ka plazmuar një lloj linje politike, jo të partive politike, por një lloj linje politike e cila po synon transformimin jo vetëm të po e quaj arrogancës apo padrejtësive ditët e fundit, por po tenton një lloj transformimi të gjithë klasës politike shqiptare në 35 vitet e fundit. Çfarë kam parasysh dhe çfarë mundohem të them? Aktualisht në protestë e cila nisi si një kontestim ndaj një projekti në Zvërnec, duket se gjithë secili ka protestën e tij. Ka grupe qytetarësh, thash kryesisht të klasës mesme, ku secili ka pjesën e tij të protestës. Ka qytetarë të cilët protestojnë për arsye të padrejtësive, po themi, politike. Ka qytetarë që protestojnë për shëndetësinë. Ka qytetarë që protestojnë për arsimin, ka qytetarë që protestojnë për arsye ideologjike, ka qytetarë që protestojnë për kapjen e shtetit, ka qytetarë që protestojnë për shumë arsye tjera. Por thelbi është, brenda kësaj proteste të madhe, në një farë mënyrë gjithë secili ka protestën e tij. Po çfarë porsynon protesta? Është dita e 11 e protestës, duket se qytetarët nuk po reduktohen. Janë dy probleme të mëdha. E para është pyetja nëse kjo protestë është pakënaqësi ndaj viteve të fundit apo kënaqësi ndaj 35 viteve të regjimit politik në Shqipëri, pra sistemit politik të instaluar pas rrëzimit komunizmit në vitin 1990. Pyetja e dytë është se si do të adresohet kjo pakënaqësi popullore, e cila gjithsesi duhet kaloj përmes një marrëveshje ose një negocimi politik. Po nisem me të parën. Nëse pakënaqësia lidhet vetëm me zhvillimet e viteve të fundit, pra nëse pakënaqësia niset vetëm me problematikën e krijuar nga gjithë, po e quaj qeverisja socialiste, bëhet fjalë për një protestë që fokuson vetëm vitet e fundit. Por duket se protesta po tenton të shkojë përtej kësaj. Duket se pjesa më e madhe e qytetarëve po tentojnë të adresojnë një pakënaqësi që lidhet me gjithë mënyrën se si sistemi politik në 35 vitet postkomuniste në Shqipëri është plazmuar. Është një protestë kryesisht e brezit të ri, thashë qytetarëve dhe shtresës mesme, që po synon dhe po fokusohet te transformimi politik i shoqërisë shqiptare. Shqipëria ka pasur 3 klasa politike në 114 vitet, 115, 113, 114 vitet të ekzistencës saj. Klasa e parë politike shqiptare është krijuar në vitin 1912 me shpalljen e pavarësisë dhe e dominoi politikën në vend që prej vitit 1912 deri në vitin 1944, natyrisht me ndryshimet e saj, kur komunistët erdhën në pushtet duke larguar përdhunshëm klasën e parë politike dhe duke instaluar pushtetin e tyre. Për 46 vjet, komunistët drejtuan Shqipërinë me një sistem ideologjik dhe me një izolim total. Në vitin 1990 u plazmua klasa e tretë politike shqiptare, e shtetit shqiptar, e cila erdhi përmes protestave të studentëve, kontestimit të regjimit komunist, shpalljes pluralizmit politik. Kjo është protesta e parë, ndër gjithë protestat e mëhershme, duke përfshirë ato të vitit 1991 që lidheshin me vitin 90, ato të vitit 97, ato të studentëve, ato të armëve kimike, që duket se po plazmon një platformë të mirëfillt politike. Platforma e mirëfillt politike lidhet me faktin që shumica e tyre kërkojnë të adresojnë jo pakënaqësinë për vitet e fundit të qeverisjes, jo pakënaqësinë për mënyrën se si është drejtuar Shqipëria këto vite, por një pakënaqësi për mënyrën se si u plazmua e gjithë Shqipëria postkomuniste në 35 vitet e fundit. Deri këtu është thjesht një analizë që po bëj duke parë po e quaj organizimin dhe parrullat e njerëzve. Pra nuk është pakënaqësi për një vit, është pakënaqësi për gjithë pjesën se si është drejtuar sistemi politik. Është pakënaqësi ndaj politikanëve, është pakënaqësi ndaj biznesit, është pakënaqësi ndaj mediave, është pakënaqësi ndaj sistemit shëndetësor, është pakënaqësi ndaj problematikës që vjen në arsim. Është pakënaqësi që vjen nga padrejtësitë e krijuara, nga vështirësia që sidomos të rinjt kanë për të integruar në jetën shqiptare dhe mbi të gjitha për vështirësitë ekonomike që së fundmi duket se janë bërë më problematike
dhe sidomos, insistoj dhe njerë, për klasën e mesme. Pikpyetja kryesore se si do të adresohet një protest në të gjitha mënyrat, fakti ose pjesa kryesore që pritet që duhet marrë një zgjidhje është numri i mandateve në parlament të mazhorancës socialiste. Një vit më parë, Edi Rama ka marrë 83 mandate plus 3 talatëve ti duke bërë një mazhorancë që rrallë drejtues politike kanë pasur në Shqipëri. Ndërkohë, më pak se sa një vit nga marrja mandateve, ai ka sot në shesh një pjesë të madhe të qytetarëve të Tiranës të pakënaqur pikërisht me të. Po çfarë mund të ndodhë? Ose kjo protest duhet adresohet politikisht për beskërimit një lëvizje politike që mund të merrte votat e protestuesve që duket se pjesa më e madhe e tyre nuk kanë votuar asnjëherë. O duhet kishte një marrëveshje politike e cila të synonte krijimin e një qeverie teknike e cila mund të mundësonte vendin në zgjedhje. Por edhe kjo është e vështirë, sepse krijimi i qeverie teknike do të kërkonte 71 vota që duhet i merren mazhorancës së Edi Ramës, që është kryesore, ose në bashkëpunim me Partinë Demokratike të Berishës. A do të votonte Edi Rama një qeveri teknike për të larguar veten nga pushteti? Është shumë e vështirë të thuhet. Nga ana tjetër, duket se pika e parë dhe vetme e kërkesës deri tani është pikërisht dorëheqja e Edi Ramës. Edi Rama është përgjigjur në gjithë takimet e fundit duke deklaruar se nuk e jep dorëheqjen, se nuk ka Shqipëria, nuk është Shqipëria nën presion të një grupi njerëzish dhe sa ai ka 83 mandate. Është pikërisht numri 83 që është pika më e komplikuar e zgjidhjes së kësaj proteste. Por, pikpyetjet janë, nëse protesta do të vazhdojë me të njëjtat përmasa dhe ditët në vijim, nëse kampionati botror mund ta zbetë, nëse qytetarët do vazhdojnë të rezistojnë, nëse ajo do marrë përmasa në qytetet e tjera të Shqipërisë dhe mbi të gjitha nëse presioni që po ushtrohet në shesh do të jetë një presion që do të shkojë edhe tek partitë politike, edhe tek grupi parlamentar i Partisë Socialiste apo grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Siç e shihni, në ditën e 11 protesta nuk është rrudhur, madje sot me aq sa shohun me sy duken më shumë se sa ditët e tjera, por protesta, duke mos pasur një leadership, duke mos pasur një grup që ta drejtojë, është pak më e vështirë që ti të hysh negocim. Gjithçka tani është një provë durimi. Kush do të durojë më shumë? Do të durojnë protestuesit në shesh apo do të durojë Edi Rama pa i pranuar kërkesat e tyre? E gjithë çështja është midis dy problemeve kryesore. Pra sa do të mundet Rama të jetë në presion nga protesta, sa do të mundet protesta të mbijetojë dhe mbi të gjitha cila do të jetë zgjidhja në këtë raste. Rrezikon që protesta të shuhet dhe Rama të ruajë mazhorancën e tij, gjë që mund ta nxjerrë atë më të fortë, rrezikon që protesta të shumë fishohet, të përfshi më shumë zona rreth rrotullt, më shumë drejtime dhe në këtë rast Rama do ta ketë vështirë të mbajë pushtetin, por një gjë është e sigurt. Shqipëria me protestën dhe sidomos edhe pasaj nuk do të jetë më kurrë Shqipëria që ishte para kësaj. Sikur se thash, është një protestë e cila po adreson jo vetëm pakënaqësinë e viteve të fundit, jo vetëm pakënaqësinë e këtyre po themi 4-5 viteve, por po adreson pakënaqësinë e një epoke të tërë post-komuniste në Shqipëri, duke nisur që nga viti 1990. Është dita 11 e protestës tash. Në këtë moment, e gjithë çështja është një lojë nervash dhe lojë rezistence. Kush do rezistojë më shumë? Protestuesit në shesh, apo Rama në mitingjet e tij, apo në zyrën ku ndodhet në kryeministri? Zoti Fesgju, ta bëj një pyetje. Të bësh sa të bësh. Bëhet zemra